Keni parë Elonën kur bën ngrimin këtyre gocave Jorit, ose dhe mua për shembull, bën duke çdo gjë shumë kollaj, shumë e lehtë. Ja, 2 hapa. Për një herë del ky smoki kështu. Tak. Këto ditë janë nga ato ditë që s'keni nevojë me pa motin, domethënë thjesht dalni në balkon edhe kuptoni vetë. Dhe me qenë se pjesa më e madhe janë nëpër shtëpia, thash po ja japun lajmin e shumë pritur. Familja edhe ashtu edhe me një antar tjetër, nuk është djalë, po prep vajzë. Dhe e kanë emrin Elsa. Sa e madhe është. Ky është momenti që unë jam të menu sinqerisht që unë do flenë balkon tërë se s'kam gojve. Më jeli. Natyrisht, me mira për me funit, në gjuhën Shqipe për tona, nanat, modrat, tezet, hallat, malësorët. Nesër fillon muaji i tetorit, muaji i zarit për mbrojtjen ndaj kancerit të gjirit. Jamen tus, jamen malsi, nesër kom një lajmërim për tona ju, kështu që kyçnu në Instagram dhe ju përshëndes. Ciao! Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Hello, unë sa po jam nisur do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar në lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhën e fundit daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë në Terezi. Kështu që po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do vazhdojmë procesin bashk, do ta tregoj dhe juve, dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë. Shihemi pas pak. Kjo është gjendja në Cannes tani. Weatheri na gënjeu. Kujtova se do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju likanës. Juhu!